Përshëndetje të gjithëve, ajo që doja të ndaja me ju sot janë këto mbulesat që unë i mora në Temu. Kanë ngjyrën afërsisht si të divanit tim, për të mos bërë shumë diferencë. Kur jemi fëmijë të vegjël, normal që duhet i mbulojmë divanet derisa ata të rriten, sepse deri çdo gjë të mundshme që ka nëpër duar. Dhe doja që ta ndaja me ju, shikojmë se si qëndron edhe për të thënë që si material është material veror, është shumë i mirë, edhe që më pëlqeu te kjo është që ka këto kokrizat plastike në të, nuk e di nëse duket mjaftueshëm në video, po kjo ndihmon që mos të rrëshqas mbulesa në divan. Do t'i provojmë bashkë edhe nëse rrin mirë, do t'i hedhim për të larë dhe do t'i shtrojmë prapë. Mbulesat u vendosën, siç e shihni. Mendoj që janë perfekt. Rrin shumë mirë, siç e shihni. Edhe çfarë vëre unë është që nuk lëviz fare mbulesa nga ato gominat plastike që unë përmenda që i ka poshtë. Kështu që janë shumë të mira. Kush ka fëmijë të vegjël, mendoj që duhet i porosisi, janë një mas për çdo kënd. Kështu që nëse keni dëshirë, unë ju nis linkun në koment. Faleminderit.